Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Pricjapit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është zonja, të dashur. Kjo letër përfaqëson një grua zakonisht atë që për atë që është duke lexuar, u lexuar, për të që është duke lexuar. Në fakt nuk është një letër simbolike si të tjerat këtej. Ai flet për rolin e saj, ndjeshmërinë, mënyrën se si ndikohet apo ndikon. Në marrëdhënie të dashur Pricjapër, kjo letër vë theksin të gratë në lidhje, ajo që ndjen, ajo që pret dhe ajo që vuan ose ngrihet. Një grua që pyet veten, jam unë ajo që duhet të jem në qendër apo figurë dytësore. Në jetën personale të dashur Pricjapër, kjo është një thirrje për të lidhur me forcën, ndjeshmërinë dhe intuitën femrore. Është koha të kujdesesh për veten, të ndalosh së vëni veten në vendin e fundit dhe të respektosh veten ashtu siç je. Në karrierë, punë, ajo që ti sjell në tryezë, është vërtet unike të dashur Pricjapër, ke forcë të qetës, zgjuarësi dhe klasë. Përdore pa u ndjerë keq për këtë. Jep drejtim, mos prit vetëm udhëzime. Mesazhi gjithë kësaj e letret e tregon që je forca dhe zemra gjithë kësaj historie të dashur Pricjapër. Mos e nënvlerëso veten, mos e humb zërin tënd, nuk e ardhur për të qëndruar në hije. Pra, do thot është vërtet një shumë personal për veten e juaj që tregon që jeni më shumë se sa që mendoni apo se sa e vlerësoni veten e juaj.